28 shtator. Përse e fsheu foton presidenti e Kosovës Osmani me Grenell, konservatorin LGBT, në tryezë me ministrin e jashtëm të Serbisë, ministrin e jashtëm të Ramës, ministrin e jashtëm të Maqedonisë dhe me drejtorin e një banke investive Jovanovic. Nga ana tjetër, Kurti bën disa vizita të tjera në New York, thuhet në Dallas, përse duhet të jetë përçar Kosova dhe në delegacionet që vinë këtu. Osmani ka arritur që të komunikoj diçka me presidentin Trump dhe i e përmend që ajo zonja atje angazhohet shumë për vendin e saj. Natyrisht që Trump nuk ka se si të mbaj mend emrin e presidentes tonë Kosovës, por ka kohë që dhe Albania në ngatron me Armenian. Në çdo tryezë ku ulet konservatori gjoja LGBT-ja Grenell është rrezik për çështjen shqiptare. Njihet si njeri i sponsorizuar, i dekoruar nga Serbia. Më shumë Fokus.